Vion të jetë i lartë interesi i të rinjve për të studiuar në programin e përbashkët të ciklit të parë bachelor në inxhinieri informatike, i ofruar nga Universiteti Fanoli në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës. Ky program me diplomë të dyfisht u jep studentëve mundësinë të përfitojnë njohuri në fushën e teknologjisë së informacionit, si dhe të kenë më shumë mundësi punësimi në tregun vendas dhe ndërkombëtar. Shumë e rëndësishme mendoj unë për qytetin e Korçës, për gjithë qarkun e Korçës, të jemi të realist, sepse angazhimi i gjithë studentëve këtu bën një proces ekuivalentimi që nga diploma e parë mund vinë diplomë master profesional, master shkencor të Universitetit Politeknik dhe janë të mirëpritur. Studentët shprehen se ky bashkëpunim mes dy universiteteve është një mundësi e mirë për zhvillimin profesional dhe për ndjekjen e karrierës në fushën e inxhinierisë informatike. E kam zgjedhur këtë degë sepse më duk një degë interesante, më duk një degë e bukur edhe gjithmonë kam pasur pasion teknologjinë. E vlerësoj pjesën e bashkëpunimit sepse në fund marr diplomë duale. Unë jam shumë e kënaqur edhe me pjesën e pedagogëve, kanë treguar etikë të lartë profesionale, kanë qenë shumë korrekt. Pastaj përse përket degës, teknologjia është normalisht kryefjala e ditëve të sotme. Besoj kanë bërë një zgjedhje shumë të mirë edhe për të ardhmen. Dyert e tregut të punës normalisht do jenë të hapura për këtë zgjedhje. Programi synon të përgatisë specialistë të kualifikuar duke krijuar mundësi për vijimin e studimeve në ciklin e dytë dhe integrimin në tregun e punës.